Vizita e patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe, Porfirie, të presidenti rus Vladimir Putin, konfirmon misionin shovinist e anti-shqiptar të Kishës Serbe dhe Kosovës në Moskë. Porfirie kërkoi hapur mbështetje nga Rusia dhe Kina për të penguar shtetësinë e Kosovës, duke deklaruar se pa Kosovën dhe Republikën Srpska, populli serb është pa perspektivë. Opinionisti Lutfi Bilali thot se takimi ku mori pjesë edhe patriarku rus Kirill theksoi lidhjet e thella historike serbo-ruse dhe u shndërrua në një sinjal alarmi për destabilizimin e mundshëm të rajonit. Tutja e bën thirrje për institucionet e Kosovës që të kërkohet të reagojnë fuqishëm ndaj këtij misioni të rrezikshëm që mbulon agjendat politike në petkun fetar. Në vijim shkrimi i tij plot, patriarku Porfirie vajton për Kosovën tek Putini, misioni abuzi i Kos ndaj Kosovës. Vizita e patriarkut të Kishës Ortodokse Serbe Porfirie në Rusi dhe takimi i tij me Putinin tregojnë qartë dimensionin destruktiv, shovinist dhe anti-shqiptar që luan Kisha Ortodokse Serbe në raport me Kosovën në veçantë dhe ndaj shqiptarëve në përgjithësi. Të analizojnë dy citate që tregojnë shumë për shpresën e Kishës Serbe dhe për historinë të tyre gjatë gjithë historisë në raportin e tyre me Kishën Ruse dhe Rusin. Patriarku Porfirie tha se në të kaluarën para ardhësisë së tij, patriarkët e Kishës Serbe kanë qenë gjithmonë të lidhur me patriarkët e Kishës Ruse. Në anën tjetër, metropoliti i Bachkës, Irhenei tha se anija jonë e vogël, që lëndron në një det të trazuar, duhet të jetë gjithmonë e lidhur me anijen e madhe ruse. Në takim ishte prezent edhe patriarku rus Kirill, i cili rikujtoi carit rus Vladimir Putin lidhjet dhe dashurinë gjatë historisë që kanë serbët dhe rusët, duke shtuar tutje se gjeni i tyre është i mbushur me vëllazëri slave ruse. Por edhe citati i dytë dhe kërkesa e patriarkut të Kishës Serbe Porfirie, i cili ju drejtua Putinit, duhet të theksuar se ju i jemi mirënjohës për gjithçka në lidhje me mbështetjen dhe shndrimin tuaj për Kosovën dhe Republikën Srpska, dhe sigurisht Malin e Zi. Populli ynë, kisha jonë është atje dhe ta bëjmë gjithçka që është e mundur, sepse pavarësisht nga politika, pavarësisht nga njerëzit, pavarësisht nga lajmet që kemi, mund të themi pa Kosovën dhe pa Republikën Srpska, populli serb është pa perspektivë. Duke vazhduar tutje, ai tha: "Unë kam qenë atje, në Kosovë kam fjalën, përpash kam shërbyer patriarkalin shërbimin, është cilia patriarkano-serbe. Ne e dim shumë mirë se pa mbështetjen tuaj dhe mbështetjen e Kinës, nuk e di se çfarë do të ndodhte me Kosovën." E tëra kjo tregon që Kisha Serbe dhe patriarku Porfirie nuk kanë mision frymën fetare dhe misionin e koegzistencës hynore apo fjalën e Zotit për të përhapur frymën e dashurisë dhe paqes mes popujve dhe besimeve fetare, për nxisin urrëtie dhe kërkojnë ndihmë nga Rusia dhe vëllazëria ortodokse ruse në raport me Kosovën dhe shqiptarët. Sigurisht që tëra kjo rrezikon brishtësinë e sigurisë në rajonin e Ballkanit dhe nxit orekset serbe dhe një lloj nazizmi serb ndaj qytetarëve dhe shteteve të Kosovës. Institucionet e shtetit tonë pavarësisht duhet të reagojnë tek bashkësia ndërkombëtare që fjalorin dhe gjuhën e patriarkut serb Porfirie ta kenë parasysh dhe të distancohen nga kjo frymë që mbjell urrëtie mes popujve. Organet tona nuk është dashur të lejojnë hyrjen e Porfirie në Kosovë, edhe pse ai në misionin e festës së bashkëve de facto nuk ishte vetëm liturgji fetare, por të kundërtën mohimin e shtetit të Kosovës dhe ngritjen e mitit serb mbi tokën tonë të banuar dhe në Babaden nga shqiptarët.